të Kosovës për këto zgjedhje lokale. Ne për momentin gjendemi në Matiqan, në shkollën Mitrosh Kuteli, ku edhe po zhvillohet votimi. Sot kemi zgjedhjet, e ditën e djeshme patëm edhe ndeshjen Serbi-Shqipëri dhe këtu afër unë kam aktivistin e tifozëve QQZ, Kreshnik Hyseni. Përshëndetje Kreshnik. Përshëndetje. Faleminderit shumë për kohën që ndatë për ne. Fillimisht po ngjitemi këtu në vend votim, ku besoj që ju tashmë vetë se keni votuar. Besoj që edhe sot kam fitu Prishtina njëjtë që ka fitu Shqipnia, po du me thonë që djena akon shumë të lumtur dhe shumë të gëzum, ja ka hupë sot pak rëndësisë ditës zgjedhjeve, po shpresoj që ka me shkruar diçka mirë. 2 ditë mëdha, unë thash sot zgjedhje, dje patëm ndeshjen. Si e pritet që vetë se ka me fitu Shqipëria? Na që e përcjellim gjatë kombëtaren gjithmonë shkojna për fitore. Tash edhe mi hub ndeshje tjera s'ka në rëndësi, pasi kena fitu dje lojën, sot tjera s'ka në rëndësi mo. Ajo na mjafton të paktën, ajo ke historia të themi. Ne e pam që në gjitha trojt shqiptare, ku vetë se kemi shqiptare, kanë festu këtë fitore dhe madje patëm edhe në Prishtinë, kolona gjata, e gjitha veturat një fitore madhe, një feste madhe. A ishit edhe ju prezent, si e pritet? Unë e kesh prezent këtu në Prishtinë bashkë me pjesën tjetër të tifozave QQZ. Normal që e kanë festu kjo është fitoria e radhës që e kena në ndaj Serbisë. Të ardhmen besoj kena me pas shumë fitore tjera, si në sportet si në politikë, kështu që prandaj u konë feste madhe. Besoj që edhe do të ketë organizime të tjera nga tifozët QQZ sa herë që luan Shqipëria për krahja më e madhe. Momentalisht na si grupim mbrana stadiumit jena në bojkot për shkak një organizimit që Federata e Shqipnisë ka bo me Federatën e Serbisë, por në të ardhmës nuk i dihet, ka me pas organizime. Jashtë stadiumit pa tjetër që ka me pas organizime ndryshme, tifozat QQZ bojnë organizime edhe në sfera tjera tjetës, jo veç stadium, jo veç tribuna, nuk është gjithçka tribuna, po pa tjetër që ka me pas gjithmonë organizime. Zotë Kreshnik, faleminderit shumë për kohën, unë uroj që ti presim këto zgjedhje deri në fund dhe të shohim se çka po ndodh me Prishtinën sot. Faleminderit edhe për juve. Ne derisa po gjendemi këtu në shkollën Mitrosh Kuteli, siç vetë se e përmenda në intervistën me zotrin Kreshnik Hyseni, ne do e shikojmë edhe procesin se si po zhvillohet i gjithë vendvotimi pra në këtë shkollë. E më pas do vazhdojmë edhe në shkolla tjera të Prishtinës, ku do të informoheni pas pak. E kemi ndjekur kështu Anitën, e cila na ka sjellur një intervistë me një tifoz, dhe kur jemi tek futbolli kushtrim tash po e kuptoj pse ke insistuar mos me dalë në mëngjes, sepse ta kanë ndjes zemra që kemi me pas arsye për me festu gjithë natën. Pa dyshim, kemi festu deri në orët e para të mëngjesit, sepse kjo fitore i kalon të gjitha ato normat sportive, sepse ishte një fitore cila është pritur nga gjithë shqiptarët gjithandaj. Dhe në fakt, arsyeja pse njëri prej votuesve ka votuar dikë që nuk ka të bëj fare me kandidatët për zgjedhje, është edhe sigurisht një... Golashënues. Do të ndjekim tani, nuk deshta me zbulimin. Pra e ka votuar golashënuesin e vetëm të ndeshjes së djeshme Serbi-Shqipëri Rej Manaj. Pra kjo është fotografia e cila është në transmetim, ku është votuar Rej Manaj, pra golashënuesi i ndeshjes së djeshme që i dha Shqipërisë ato 3 pikë të mëdha, e cilat natyrisht tashmë e ndrojnë edhe realitetin e ambicjes të kombëtarës për të shkuar në kampionatin botror. Dhe kushtrim ndeshja mbrëm u zhvillu mbajtje në Leskovec? Po, në Leskovec. Dhe arsyet ishin çështje sigurie, sigurisht? Çështje sigurie për arsye se para 11 viteve në fakt i bie tash, nuk kishte kushte për të zhvilluar një ndeshje normale futbolli në Beograd. Kur Shqipëria